Fermerët e kultivimit të qershisë në gjorisë të Bulqizës po përballen me dëme akoma më të mëdha se mungesa e prodhimit të këtij fruti për këtë vit. Ata kanë vënë re se gjethet e qershisë po thahen për shkak të dëmtimit që ka pësuar nga gricat e muajit prill. Fermerët thonë se dëmi ekonomik është shumë më i madh gjatë këtij viti pasi me parcela që kanë vitin e kaluar kanë arritur të nxjerrin deri në 15 milion lekë të vjetra. Munir Balliu thot se të gjithë bashkëfshatarët e tij janë dëmtuar këtë vit, jo vetëm ata që kanë kultivuar qershi, por edhe ata që kanë kultivuar pemë të tjera frutore, siç është edhe kumbulla. Të gjendur në këtë situata, fermerët kërkojnë mbështetjen e shtetit në mënyrë që të përballojnë me sa munden shpenzimet që kanë patur. Si vjet na ka marrë vjet kemi pas prodhim të mirë, 15 milion lekë për të qershiat, si vjet as e lekë fare. Janë deg komplet. Qershia të vrogu, shteti nuk përgjigjet fare. Çfarë bëj? Rran, janë të tha, shef e vet. Janë 100 cop qershia. Po janë 50 cop kumbulla dhe da gjana kështu, asnjë gjë si vjet. Asnjë gjë. E një kokë ta kishim hangër vet. Po shef shi ka thajë këtë komplet. Janë gjatë skadimit të ata. Ka 6 vjet janë bu. Shteti asnjë lloj nim, asnjë lloj asgjë. Po kemi shkuar, e ka marrë vesh, e din e këta e bashkisë, e din gjitha. Mos kanë ardhur të këne, ti shofi. Jo vëlla, s'përgjigjet pas ti gjoj shteti. Që do hapshim sy, se ne këtu më marrej, ne kemi falë vendosi sirat. A kumbulla, dhe kumbulla janë. As molla, as gjë ti. Tak, as ti gjë të kishim futi gjë ngoj. Të kishim po sefte. Do të përgjigjet shteti për një farë problemi do të hapin. Edhe në Itali kom qanë. Po sigurisht shteti. Në më të thaj prema, në të thaj duhanin, në të thaj gjitha, atë parët jetë të shteti. Vite e shumë fotografote me helikopter, vite më rapa komisioni, shifte më të parcelat, jepshin parët. Sa të me vumenin, jo të so bakti, jo të so, e sa të me vumenin, jo qershia, kjo është shteti. Me të njëjtën situatë po përballen thuajse të gjithë fermerët e frutoreve në Bulqizë, ndërsa shpresa e vetme mbetet shteti për t'u lehtësuar sadopak barën e shpenzimeve që kanë bërë tek fermat e tyre.